Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të dashur shikues, jemi shumë të lumtur që jemi bashkë, edhe sot në këtë program të bukur të Ramazanit. Sot do të flasim për një këshill shumë të rëndësishme të pejgamberit Muhammedit alayhi salam. Ai e ka këshilluar një sahabi 3 herë në të njëjtin këshill. Le të dëgjojmë zonësin ton që do të na tregoj më shumë rreth kësaj këshille të bukur. Pyetja për ju është: cila ishte këshilla që Muhamedi alayhis salam e këshilloi sahabiun? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe lavdrimi i takon Allahu xhalleshanuhu, kurse salavat dhe selami qoftë mbi të dërguarit e tij. Pejgamberi Muhamedi alayhis salam e këshilloi një sahabi dhe i tha: la tak hedab, mos u zemro. Kur sahabiu e pyeti përsëri, pejgamberi alayhis salam i u përgjigj në të njëjtën këshill: mos u zemro. Të gjithë njerëzit dhe fëmijët ndonjëherë zemërohen, por feja jona mëson që nuk është e mirë të zemërohemi. Kjo na tregon se kontrollimi i zemërimit është shumë i rëndësishëm. Pejgamberi alayhis salam gjithashtu tha se më i forti i vërtet nuk është ai që fiton në luftë, por ai që e kontrollon zemërimin e tij. Kur zemërohemi, duhet të ndalemi, të marrim frymë thellë dhe të kujtojmë se jemi agjërueshëm. Në vend që të bërtasim ose të ofendojmë, duhet të heqim dhe të qetësohemi. Kështu tregojmë se ne e zbatojmë këshillën e Muhamedit alayhis salam dhe sillemi siç e do Allahu. Falenderojmë nxënësin për këtë këshill të bukur. Mirupafshim në këshillën e radhës. Allahu ua pranon falërimin.